Horoskopi ju jorit për qershorin e 2026-s. Gjithçka, dashuria, shëndeti, parat, puna, karriera dhe data të rëndësishme për ju do t'i gjeni në këtë video. Qershori nis me një dritë të mirë për ju, sikur gjërat në fund po lëvizin nga vendi. Pas një kohe të gjatë me dyshime, pritje dhe pak mërzitje në heshtje, tani po vjen çasti juaj. Në punë dhe në punët e përditshme, lodhja juaj do të shpërblehet. Por ky muaj nuk do të jetë i shtruar vetëm me lule. Aty ku çdo gjë duket se po qetësohet, do t'ju dalin ca probleme të vogla, disa shpenzime parash që mund t'ju prishin pak Terezin, si dhe rëndesa në kokë. Mesi muaj do t'ju kërkojë të bëheni më të durueshëm. Në familje mund të ketë ditë me gjaknxehtësi, ndaj duhet të mateni mirë. Rreth fundit të qershorit ajri do të ndryshojë dhe do të merrni frymëlirisht. Mund të ketë ndonjë rrugë të mbar për të bërë, mund të merrni këshilla të vyera nga njerëz të moshuar apo të mençur dhe bota do t'ju njohë meritat. Por le t'i marrim një nga një të gjitha me radhë. Fillojmë me dashurinë. Qershori do të jetë për ju më i pasur në ndjenja, po kërkon të jeni plotësisht të sinqertë. Në gjysmën e parë të muajit, punët e zemrës do të jenë si moti në pranverë, herë ngrohtë dhe herë ftohtë. Mund të keni disa tensione në shtëpi, pak mërzitje në familje dhe disa mosmarrëveshje për gjëra që prisnin nga njëri tjetri. Edhe në këtë situatë, marrëdhënia me partnerin do të jetë vendi ku do të gjeni ngushëllim. Nëse jeni një çift i martuar, personi juaj i zemrës do t'ju gjendet pranë, kur mendja juaj të jetë e ngarkuar nga problemet dhe puna. Nëse jeni në një lidhje serioze, ky është muaj kur duhet të flisni ëmbël dhe mos i merrni streset që vijnë nga jashtë me vete kur jeni bashkë me njëri tjetrin. Gjysma e dytë e muajit vjen shumë më e ëmbël. Lidhjet do të fillojnë të thellohen, dashuria do të tregohet me vepra. Për shembull, do të kaloni kohë më shumë bashkë, do të shpenzoni para të përbashkëta dhe do t'i bëni qefi njëri tjetrin. Disa ujor do të kenë dhe udhëtime të shkurtra për t'u arratisur nga përditshmëria. Jeta bashkëtorë në këtë periudhë duket e bekuar, me mirëkuptim dhe ndjesi të madhe marrëdhënie. Dhe kjo marrëdhënie është reciproke. Nëse keni patur një krisje, tani është koha ta rregullosh, jo me debate, por me dashuri. Për ata që janë beqar, mund të linë një shkëndi për dikë, gjatë ndonjë takimi me njerëz, ose gjatë një udhëtimi. Kjo lidhje mund të rritet dhe të bëhet e fortë sepse ju jep një ndjesi paqe dhe sigurie. Ky muaj është ku dashuria lulëzon për ju. Për sa i përket punës dhe karrierës, do të lavdëroheni nga të tjerët. Ditët e para kanë një ecje të mbarë në punë. Të gjithë ju shohin me sy të mirë. Nëse keni biznesin tuaj, kjo është një kohë shumë e mirë që ju të hapni rrugë të reja që sjellin edhe më shumë fitime. Nëse jeni në punë shteti apo privat, pozicioni juaj para shefave mund të ngrihet më lart. Por një kusht, duhet të tregoni respekt dhe të jeni njeri tek i cili mund të mbështetin të gjithë veten e tyre. Ky nuk është një muaj për të lëshuar apo për t'i bërë gjërat shkeleshko, sepse punët tani janë mirë dhe keni mbështetjen e kolegëve. Në mesin e muajit, si studentët dhe ato që janë në marrëdhënie pune mund të shpenzojnë më shumë para. Mos i qani ato para, sepse nuk janë para të çuara dëm, janë themeli që po hidhni për një bazë më të fortë për të ardhmen. Mund të keni ndonjë rëndesë apo stres nga ndonjë gjyq, letra pune me shtetin ose një problem personal që është shkëput për pak kohë nga qëllimet tua kryesore. Mos u mundoni të jepni rrushfet apo të rregulloni gjërat në dorë për të fituar rezultatet. Java e fundit është jashtëzakonisht e fortë për të dukur dhe për të marrë vëmendje në publik. Udhëtimet,
të cilat janë për punë, konferenca, prezantime, mbledhje dhe seminare, do të dalin në favorin tënd. Në fund të muajit, emri dhe reputacioni juaj do të ngrihen më lart. Paratë dhe financat. E di që kjo është pika juaj e dobët, por këtë muaj do të jetë dhe rritje dhe shtrëngim. Në ditët e para të muajit ka shenja të qarta që ju do të shtohen të ardhurat dhe do t'ju plotësohen disa dëshira për gjëra që kishit qejf t'i blinit. Të afërmit tuaj mund të luajnë një rol të madh duke ju dhënë një ndihmë praktike dhe këshilla për paranë. Megjithatë, muaji ju kujton shpesh që të qëndroni në këmbë në tokë. Ndonjë punë që shtyhet ose dështon mund të krijojë pak stres të papritur dhe shpenzimet mund të kapërcejnë pa paralajmërim. Ky nuk është çasti të mendoni iku si na iku, por të vendosni mend në kokë. Kujdes me shpenzimet. Gjatë mesit dhe pjesës së dytë të qershorit, paratë do të shkojnë në vende me vlerë. Kështu mund t'i shpenzoni për qejf, zbavitje, shëndet, për fëmijët apo për shkollë. Disa nga këto shpenzime do t'ju sjellin gëzim, disa do t'ju heqin një siklet nga supet dhe disa thjesht duhen bërë se s'bën. Mos u gënjeni nga lakmia, mos rrini pas themeve për të bërë investime dhe qëndroni larg pazareve të dyshimta, sepse do t'u aprishin gjumin më vonë. Ndonjë udhëtim me partnerin apo familjen mund të kërkojë ca shpenzime ekstra, por mos i qani ato para, sepse ja vlen të shpenzohet për anën shpirtërore. Shëndeti dhe mirëqenia për ujorin. Qershori nuk do të sjellë ndonjë sëmundje apo krizë të rëndë nga ato që u palosin në krevat, por mund t'ju jap ca shuplaka të vogla rrugës, sa për t'ju kujtuar që duhet të kujdeseni për veten. Në fillim të muajit, nga që gjërat në punë po ju ecën mbar, do të ndjeni plot energji, por në fund të javës së parë do të ndjeni një rënje të menjëhershme të fuqisë. Sikur ju ikën pa pritmë dhe bashkë me të dhe qetësia e shpirtit. Stresi nga ca punë të lëna për gjysmë dhe ca shpenzime ekstra do t'ju shfaqet direkt në trup. Një gjumë i prishur, dhimbje koke, këputje trupi, thartir në stomak ose do të keni nerva për çdo gjë. Javën e dytë do të keni ca ngarkesa në kokë, sidomos nëse muhabetet në shtëpi acarohen pak. Lajmi i mirë është se thellë ju jeni të fortë dhe keni besim te vetja. Jeni më të fortë me këto tekat e humorit, por mos bëni sikur trupi juaj është prej guri dhe mund të mbajë çdo peshë pa u lodhur fare. Nga mesi i muajit do t'ju duhet të prishni ca para për shëndet, për veten apo për fëmijët. Kjo do të thotë se është më mirë t'i parandaloni gjërat sesa t'i lini për më vonë. Mos i neglizhoni shenjat e vogla, ndonjë vizitë mund ta bësh. Tani flasim për javën e fundit. Duhet përsëri kujdes sepse mund t'ju bjerë pak vetbesimi dhe disa pengesa të vogla do t'ju mërzisin. Megjithatë, kjo periudhë po hap derën për shërim dhe për të marrë veten përmes një udhëtimi apo momenti lutje dhe qetësie shpirtërore. Mbajini jetën të thjeshtë. Hani në kohë, flini në kohë dhe mos e ngarkoni shumë kokën me gjëra që nuk janë në dorën tuaj. Shëndeti juaj bëhet më mirë kur mendja nuk mban shumë përsipër. Dhe disa këshilla që duhet i keni parasysh për këtë muaj. Për këtë muaj, ilaçi juaj më i mirë është durimi i shoqëruar me një sjellje të pastër dhe të ndershme. Qëndroni larg çdo pune të paligjshme, larg rrushfeteve dhe mos u mundoni t'i bëni gjërat me zor apo me rrugë të dyshimta, sidomos kur bëhet fjalë për banka, letra, gjyqe apo punë zyrtare me shtetin. Shkoni mirë me eprorët dhe shefat duke e treguar sinqeritet dhe elupirje me fjalë të jashtme. Punët e shpirtit dhe lutje do t'ju aqetësojnë pak mendjen si asgjë tjetër. Një rregull i thjeshtë i përditshëm: 10 minuta frymëmarrje thellë në mëngjes, e pasuar me një lutje të qetë apo meditim, mund t'ju heqë stresin dhe t'ju sqarojë mendimet. Nëse keni mundësi, vizitoni ndonjë vend të shenjtë, ndonjë kishë, xhami, aty ku ju besoni.
Mund të shërbeni të moshuarve në shtëpi, flisni ëmbël me familjarët dhe shëndeti juaj do të varet nga kjo, dhe jo vetëm kjo, por dhe bereqeti edhe kismeti. Tani disa data të rëndësishme për qershorin. 1 deri 7 qershor. Do të kesh mbështetje nga shefat, rritje të ardhurash të forta dhe stresi dhe shpenzimet do të kërcejnë përpjet nga fundi i javës. Në javën e dytë, tensioni dhe ngarkesa në shtëpi kërkojnë të jesh i duruar. Megjithatë, harmonia në familje do të përmirësohet dita ditës dhe jeta juaj sociale do të jetë aktive. Në javën e tretë të muajit do të kesh disa shpenzime dhe romanca dhe lumturia në martesë bëhet e fortë. Ndërsa java e fundit, shëndeti dhe vetbesimi kërkojnë pak kujdes në fillim, por më pas udhëtimet, bekimet shpirtërore do t'ju japin një ngritje të fuqishme në shëndet si edhe në statusin tuaj. Ky është horoskopi për këtë muaj për shenjën e Ujorit. Ne urojmë një muaj sa më të mbarë, të keni shëndet, mbarësi në punë, suksese, fat në dashuri dhe t'ju plotësohet çdo dëshirë e zemrës.